Ndërkohë, nëse shkojmë fare pak prapa në kohë, pra mund të themi edhe 24 orë përpara shpalljes që i bëri Trump marrëveshjes së pritshme të paqes, Ben-Gvir, Smotrich, në Daç edhe Daniela Vajs, ashtu quajtura aktiviste të drejtave hebreje apo izraelite, se nuk besoj se janë çifudat ata janë zionist, kanë folur hapur për zbrazjen e të gjithë bregut perëndimor nga popullsia palestineze dhe për plane zhvillimi në Gaza për leje ndërtimi dhe për dhënie tokash për shfrytëzim. Si ka mundësi që mbyllën gojen me njëherë, heshtën të gjithë, edhe Ben-Gvir edhe Smotrich nuk janë ndjerë fare, ndërkohë që mburreshin që kjo që po ndodhte ishte betejë finale dhe brenda pak muajsh përfundimisht do të arrijej pastrimi i atyre që ata i quajnë Judea dhe Samaria. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka ndodhur në një gjë e madhe, ka ndodhur që ata arritën një 50% të planit tyre arritën, pra në këtë planin që ju e quani plan paqe, ndoshta një plan rikolonizimi, pra ky plan i ofruar nga Trumpi nuk është plan paqe, por është një armë pushimi, është një plan rikolonizimi dhe ky plan rikolonizimi parasheh që 58% e territorit të Gazës do vazhdojë të mbetet nën kontrollin e izraelitëve. Pra nuk lejohet edhe sot në gjitha ato ditët që këto 4 ditë që ka filluar ky armë pushim, ka pasur